Hoxha ndikon mësyshin e prishjen e çiftit, konfliktet mes tyre apo edhe shejtani ndërhyn. Ndikon, edhe mësyshin ndikon. E vërtet është që ndikon. Normal të hisa aty të mësyshi ka edhe shejtani, sepse ai punë tjetër s'ka veç me prish çiftin. Mirë po jep edhe një këshill për shumë vëllezër dhe motra që jo gjithmonë pa pjekuritë e tyne me ia lënë shejtanit ose mësyshit. Duhet janë më të pjekur. Çifti duhet ta njohin realitetin e një jete bashkëtorë, ku gjithë secili t'i di përgjegjësitë e veta, po ashtu gjithë secili të lëshoj pa në ato gjëra që duhet me lëshu pa. Gjithashtu, secili t'i di obligimet e veta edhe të drejtat e tij. Djali mos t'i bëj zullum nusës. Nusja mos t'i ha shpirtin burrit. Gjithë secili edhe me i lyp të drejtat e veta, por edhe me i ditë përgjegjësitë që i kanë. Pse po them këtë? Se nga kontaktet e shpeshta me njerëz dhe këshillat që japim, neve shohim se në disa raste të shumta s'ka hise as shejtani, as mësyshi, po budallakia jote. Qëllimisht po e potencoj këtë, se po mendojnë 2-3 kur po fejohen, ose kur po dashurohen, jeta është sikurse në WhatsApp, edhe sikurse në Instagram, që shohin atje një rrugaq dhe një rrugaqe që kanë shku në Maldive, kanë shku në Dubai, edhe u knaqen ata, ti mete, edhe u shpirt të zemër, u shpirt kuje që ka bëban. 3-4 vjet. Me këso fjalë, anglisht e dini që dhe më thonë, apo që është thuhet kjo. E në fund, kur përmartohet krejt për del në ryshe, unë e ku menu në raj kjo djali. Që së nërën, jeta nuk është sikurse në Instagram edhe në TikTok. Jeta është me përgjithësi, djali në rënë se dhaj ka këtru karshiti edhe ti karshiti. Jeta është plot përgjithësi, plot gajle. Jeta nuk të mëshiran, jeta të fshin për para. S'ki vakt me thonë zemër shpirt të nditin me dal me hongër e me pi. Du të më qu me punu, më qu erët me shku në punë, me mledh parën, mos me hargju nusjat e shpia, më qu me kry obligimet e saja, ka vjerin, ka mesafirin, ka ata, ka këta. E veç benajt, me ndën që jeta është, mos u mashtërën e prej djemve të cilët, rinë me 3-4 vjetë të u shkrua dhe të u shfrydzu për në vaki juve, në për rjetët sociale, në fund masane, jo vëllaj mësysh i ranë, djallit e qikës u prishën. Allah ju zëftë për mërsaftë.